Një studim alarmues ka shkaktuar shqetësime të reja për vaksinat e teknologjisë mRNA, pasi studiuesit zbuluan se injeksionet që u dhan popullatave kundër Covid kanë ndryshuar karakterin e njerëzve, shkruan rrjeti Slay News. Studiues në Korenë e Jugut konfirmojnë se injeksionet ndryshojnë sjelljen e njeriut, ndjenjat, frikrat dhe nivelin e stresit. Analizat e rreth 2 milion pjesëmarrësve janë publikuar në revistën e njohur shkencore Nature Journal. Studimi është drejtuar nga profesor Hong Hee Kim i Universitetit Inje në Seul dhe konfirmon se vaksinat janë përgjegjëse për raportimet në rritje të ndryshimit të sjelljes së njerëzve në të gjithë botën 4 vitet e fundit. Në të thuhet se vaksinat kanë shkaktuar manifestime psikiatrike mes të vaksinuarve dhe se kjo ka sjellë shtim madhor të sëmundjeve mendore, teksa pacientët përshkruajnë rritje të ndjenjave negative të frikës, ankthit dhe depresionit. Për këtë, studiuesit rekrutuan rreth 2 milion banor të Seulit për të shpjeguar se proteina spike e injeksioneve është nxitësja kryesore e çrregullimeve psikiatrike të shkaktuara nga vaksina. Zhvillimi vjen në një kohë kur rastet e depresionit në SBA janë rritur në shifra rekord prej viteve 2020 dhe 2021 dhe kur ekspert në të gjithë botën bëjnë thirrje për ndalimin e vaksinave. Më herët është raportuar se si ish drejtuesi shkencor i Pfizer denoncoi në një dëshmi se vaksinat Covid janë krijuar qëllimisht për të dëmtuar njerëzit.